Kjo çështje është vimësia e asaj që ka ndodhur në 21 janar të vitit 2011, sepse janë të njëjtit personazh apo jo avokat, dhe janë të njëjtët aktor, të cilët kanë në vimësi kanë dashur që presidentin zotin Meta ta penalizojnë, ta diskreditojnë publikisht për akuza për të cilat nuk qëndrojnë dhe për afera korruptive për të cilat nuk ekzistojnë. Kështu që ne sot do të paraqesim ju si ka nisur kjo çështje për sa i përket episodit të Qes Dias dhe pse kjo është një çështje e montuar keq nga ata të cilët kishin interes dhe personat, por padyshim edhe prokuroria e posaçme. Aty nga viti 2014, shtetësja Vojsava Ismailaj i dërgonte mesazhe të vijueshme në vimësi ish kryetarit të kuvendit zotit Meta, kryetari i kuvendit të KOS, ku i kërkonte takim, ku i kërkonte me mesazhe të saj ajo e bezdiste atë, sepse me justifikimin që donte të takojë për të sqaruar disa probleme. Ndërkohë që bashorti i saj, Kastrioti Ismailaj, në atë kohë ishte në përgjegjësi penale dhe po vuonte ishte në procese gjyqësore për akuzat të cilat nuk kanë lidhje me zotin Meta, po për çështjen e tij me faturat të ndryshme që kishte me Qezin. Në kuptim të kësaj, zoti duke kuptuar që zonja Ismailaj ishte marrë, mund ta quajmë në mënyrë figurative, peng nga persona të cilët po e shantazhonin atë dhe po e intimidonin psikologjikisht, kuptohet. Dhe zoti Meta nisur nga bezdisja dhe nga mesazhet provokacuese të saj zonjës, i drejtohet me kazim penal, duke paraqitur atë përpara prokurorit të përgjithshëm të kohës, që ka qenë zoti Adriatik Llalla. Dhe më pas kjo çështje është pushuar sepse për shkak të amnistisë së vitit 2016. Kazimi penal i zotit Meta konsistonte tek keqpërdorimi i thirrjes telefonike, për të cilën ajo e përdorte në mënyrë të vazhdueshme orë pa orë e kështu me radhë. Pra përdorimi me keqdashje i thirrje telefonike është regjistruar kazimi penal, pra në vitin 2016. Dhe pasi është hetuar, pra ka nisur hetimet, pasi është pyetur edhe zoti Meta në cilësinë e kryetarit të kuvendit, ky kazim penal, siç thash, është pushuar për shkak sepse e ka të amnistisë së kohës. Pra është dokumenti me numër 1 për të cilën po e pasqyrojmë në ekran. Dhe ka mban datën e pushimit 18 i pari 2017. Për të ardhur më pastaj tek dokumenti tjetër, është një dokument shumë i rëndësishëm. Ky është një dokument shumë komprometues, për të cilën në atë periudhë ka ndërhyrë edhe kryetari i kuvendit, kryetari i komisionit të ligjeve në kuvendin e Shqipërisë, zoti Spartak Brau, një dokument i cili mban numrin e protokollit 3020 Tiranë 27 i 9/2015, për lënda informacion, dhe është drejtuar zotit Samir Tahiri, ministri i punëve të brendshme të kohës, për djeni zotit Bujani Shani, presidenti i Republikës, dhe për djeni kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zotit Meta, si dhe ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë përmbajtje, ky një dokument shumë i rëndësishëm thuhet: në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, dua të ju informoj se burime të sigurta më konfirmohet se ekzistojnë të dhëna duke u ndërmarrë përpjekje serioze për realizimin e një skenari orguzi që synon shkaktimin e kaosit dhe destabilitetit politik në vend dhe që ka për autor kryesor deputetët Tom Doshi dhe ish deputetin Dritan Prifti, gjithashtu në hetim. Tom Doshi dhe Dritan Prifti janë dy të njohur të vjetër Kastrioti Ismailat, i cili ndodhet i arrestuar në akuzën e pastrimit parave, por njëkohësisht edhe personazhi kryesor për çështjen Qes Dia. Ata kanë kontaktuar dhe vazhdojnë të jenë në komunikim të vazhdueshëm me familjarë të sipërpërmendurit dhe veçanti me bashortën e tij Vojsava Ismailaj për të përfshirë këtë të fundit përmes një skeme mashtrimi, shantazhi dhe premtimi për të liruar nga akuzat zoti Kastrioti Ismailaj në këmbim të deklaratave ose intervistave që synojnë implikimin e kryetarit të kuvendit
në skandalin QSD-a dhe vazhdimin e skenarit të mëpashëm destabilizues. Këto burime konfirmojmë se takimi më i fundit mes Tom Doshi, Dritan Prifti dhe Vojsava Ismailaj është zhvilluar në Hotel Sheraton ditën e mërkurë, datë 23 shtator, duke nisur 2015, duke filluar nga ora 14:31. Të njëjtat burime konfirmojnë se Tom Doshi dhe Dritan Prifti kanë thënë Vojsava Ismailaj se bashorti i saj mbaheti i arrestuar me porosi të kryetarit të kuvendit. Sipas burimeve, Tom Doshi dhe Dritan Prifti i ka dhënë garanci Vojsava Ismailaj në emër të kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës Lulzim Basha për lirimin e bashortit në këmbim të deklaratave apo intervistave të saj apo bashortit të saj që do të implikonin kryetarin e kuvendit, madje duke përmendur edhe ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës të interesuar në eliminimin fizik politik të interesuar për eliminimin politik të Ilir Metës. Këto burime më bëjnë gjithashtu të ditur se pasi dështuan të ndikojnë përmes avokatit Vladimir Meçi, i cili mbron të çështjet e Tom Doshi dhe Kastriot Ismailat, këto ditë Tom Doshi ka kërkuar Vojsava Ismailit të takojë jashtë qytetit të Tiranës për të konkluduar marrëveshjen e tyre duke premtuar edhe largimin e saj dhe familjes së saj jashtë Shqipërisë. Në këto kushte, duke patur parasysh precedentin e skenarit të dështuar kriminar që po gjykohet në organet kompetente, i cili synonte të përfshinte dhe të akuzonte kryetarin e kuvendit si porositës të ekzekutimit të dy deputetëve Tom Doshi dhe Mihil Fufi, me protagonist të pandeurin Durim Bami dhe deklarimin e dhënë nga ky fundit nën kërcënimin me armëve si dhe rrezikshmërinë e lartë shoqërore që paraqet Tom Doshi në cilësinë time si kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare në kuvend dhe i ndërgjegjshëm për pasojat që mund të kenë për sigurinë dhe stabilitetin e vendit, presionet dhe veprimet kriminale të personave të përfshirë në këtë përpjekje për destabilitetin dhe kaos, kërkojmë marrjen e masave për mbrojtjen fizike të Vojsava Ismailaj dhe familjes së saj për të shmangur kërcënimet apo më rënd akoma pengmarrjen e saj për ta detyruar për të dhënë deklarata apo intervista që do të zhvendosin vëmendjen apo devijon qëllimin e hetimit të aferës QSD-a. Paralajmërimi për këtë skenar është duke zhvilluar nuk duhet të neglizhuar pasi Tom Doshi dhe Dritan Prifti janë protagonistët kryesor të vetë deklaruar si të tillë në ngjarjet që provuan dhunën e 20 janarit 2011. Me respekt, Spartak Brau. Nisur nga ky informacion dhe disa mesazheve provokuese në drejtim të zotit Ilir Metaj, të zonja Vojsava Ismailaj, kryetari i kuvendit Ilir Metaj pasi informon kryetarin e sigurisë, vendosi të drejtonte prokurorit të përgjithshëm dokumentin, padyshim edhe kazimi penal për të cilin e bën publike pak më parë. Mundet të paraqesni që regjia ta paraqes këtë dokumentin, të dokumentin ku të shikohet rëndësinë që i ka kushtuar kryetari i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë, zoti Spartak Brau, mund ta quajmë edhe një marrje peng të zonjës Vojsava Ismailaj dhe intimidimin e saj psikologjik, duke i premtuar që ajo të deklaronte gjëra të paqëna për kryetarin e kuvendit, zotin Meta, dhe ai pastaj padyshim të mbante përgjegjësi qoftë penale, por edhe publike. Kështu që kjo ka qenë një skenar i organizuar për ta shantazhuar kryetarin e kuvendit. Më pas, duke parë që të gjitha këto dështuan këto skenar, ka vim pastaj tek proces verbali, tek kazimi penal që ka kryer shtetasi Romeo Kara në vitin 2018. Në fund të vitit 2017, fillimi 2018, ku është regjistruar procedimi penal me numër 14 nga prokuroria për krimet e rënda të kohës dhe ku ka nisur procedimi dhe ku zoti Kara ka paraqitur aty edhe një video, një USB ku ishte një video e zonjës që kishte fol zonja Ismailaj, pra Vojsava Ismailaj, dhe ku ajo aty nuk është se implikon zotin Meta, po ka folë që lidhjet që ka zoti Meta, pra që ka patur zoti Meta me Kastriot Ismailaj, por në asnjë moment në këtë video, që tashmë kjo është publike, besoj edhe në YouTube, ne kemi paraqitur edhe si provë këtë në çështjen në seancën paraprake dhe kërkuam nga që gjyqtaria ta pasqyronte këtë në monitorin me sistemi video të gjykatës dhe ku zoti Romeo Kara në vitin në shkurt të vitit 2012, shtetasi Kastriot Ismailaj, thot Romeo Kara, më ka takuar dhe më ka bërë një ofertë për të punuar me detyrë menaxher risku në vlerësimin e aseteve pranë shoqërisë DIA.
me qëllim për ngritjen e institucionit financiar të investimeve pranë kësaj shoqërie. Theksoj se me shtetin Kastriot Ismailaj, un kam patur njohje nëpërmjet personave të tretë, jo marrëdhënie pune në Klapa, rreth vitit 99-2000. Pas kësaj bisede un kam filluar punë duke u bërë të ditur se nëse në biznes se i kam bërë të ditur, pra e ka pyetur Romeo Kara Kallëzusi zotin Ismailaj, nëse në biznese ka përfshirë politikan dhe politikane. Unë nuk punoj, i ka thënë ai, dhe me politikan të përfshirë në biznese, por janë shtetas amerikan. Pra, Kastriot Ismailaj në asnjë moment nuk ka deklaruar, pra nuk i ka shprehur asnjë moment që ka qenë i përfshirë zoti Meta në ndonjë ndërhyrje në punët e tij të biznesit, jo përfshirje, se përfshirja është gjë shumë e rëndë, por qoftë edhe një bised apo një email, një telefonat e kështu me radhë. Dhe ky dokument, ky proces verbal mban datën, pra janë dëshmit që ka referuar në prokurori zoti Romeo Kara në datën 22 i shtati 2021, pra regjia mund ta pasqyroj edhe dokumenti numër 3. Ky është një dokument tjetër me numër 4 që mund ta pasqyroj regjia, ku zoti Ervis Mataj, pra, Ervis Mataj është një person tjetër i cili, sipas Romeo Karas, ky i ka dëshmuar atij që zoti Meta që ka përfshirje, është përfshirë në këtë aferë, mund ta quajmë, me zotin Kastriot Ismailaj, ku zoti Kastriot Ismailaj punon me zotin Meta, atëherë ish ministri i jashtëm edhe më pas ministri i ekonomisë. Dhe përpara në dëshminë e tij, zoti të datës 3/3/2014, ora 17:15, shtetesi Kastriot Ismailaj thotë ka hyrë në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet pikës kufitare qaftan me automjetin targa AA 020 DL, automjeti me porosit të shtetasit Sokol Tafik Hysa. Drejtuesi i automjetit ka qenë shtetasi Romeo Dimitri Kara dhe pasagjer kanë qenë shtetasit Elvis Beki Mataj, Kastriot Dajlan Ismailaj dhe Avni Peri Buzali, cili ka qenë qëllimi i udhëtimit dhe ai një personalisht bashkëtar nëpërmjet tyre, pra është pyetje që ka bërë oficerët e policisë, shtetasit Elvis Mataj. Pyetja e dëgjova, e kuptova, thot zotëria, shtetasi Kastriot Ismailaj më ka ftuar nëpërmjet shtetasit Romeo Kara për një darkë në Maqedoni. Qëllimi i udhëtimit ka qenë shoqëror. Jemi kthyer të nesërmen. Pas disa kohë, shtetasi Kastriot Ismailaj më ka kërkuar të dëshmoja pranë studios së tij avokatie në Vjenë, Austri, në lidhje me çështjen që s'dia. Ai më ka kërkuar që unë të deklaroj një dëshmi jo të vërtetë, të cilën ai do ta përdorte në gjyq, që të kishte hapur në arbitrazh në Vjenë. Unë nuk pranova dhe i kam qendruar faktet dhe informacionet kështu me radhë. Ky është dokumenti numër 4. Ky dokument vërteton edhe një lidhje që kanë këta persona, qoftë Kallëzusi Romeo Kara, qoftë personazhi tjetër Elvis Mataj, për të cilën përmenden në të gjithë kërkesën për gjykim, pra në akuzën ndaj zotit Meta, por që në fakt këta janë bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Ismailaj dhe nuk ka asnjë lidhje këtu me zotin Meta dhe nuk ka asnjë lidhje korrupsioni mbi të gjitha për zotin Meta. Pra, organi akuzës e pasqyroj këtë dokumentin numër 4. Organi akuzës nuk ka një provë konkrete që të lidhi zotin Meta me zotin Ismailaj, por thënjet e këtyre personazheve të cilët i përmenda më lart, pra edhe deklarimet e tyre, nuk vërtetojnë asnjë lidhje konkrete, pra jo korruptive, po asnjë lidhje tjetër përveç njohjeve të vjetra që ka Kastriot Ismailaj me zotin Meta. Kështu që ky dokumenti tjetër? A keni udhëtuar jashtë vendit? Po, një pyetje tjetër që është bërë zotit Romeo Kara, apo jo? Pyetje, a keni udhëtuar jashtë Shqipërisë së bashku me Kastriot Ismailaj dhe Elvis Mataj, nëse po, me çfarë periudhe dhe çfarë arsye, si dhe kush ka paguar udhëtimet? Pyetjen e dëgjova, e kuptova dhe më kanë thënë, unë kam udhëtuar disa herë me këta shtetas në vitin 2013-2014, por datat nuk më kujtohen dhe qëllimi i udhëtimeve ka qenë në Vjenë për të dhënë dëshmi në arbitrazhin e Vjenës dhe shpenzimet e udhëtimit i ka paguar DIA, pra kompania e zotit Kastriot Ismailaj. Pra, e bëm gjithë këtë ndërhyrje për të thënë se në vitin 2000, pas të gjithë këtyre, ky është dokumenti numër 6, të kuptojmë. Deklaruesi Kastriot Ismailaj në një bisedë është 6. Në bisedë dhe sipër Elvis Mataj
thot Kastrioti Ismailaj, më kërkoi se doja që ai të deklaronte në favor të Dias. Duhej që unë t'i pagoja 750.000 euro, nga të cilat një pjesë para dhënie direkte dhe pjesa tjetër pas deklarimit të avokatit në Vjenë. Duke bytur mbi këtë kërkesë që Ervisi më bëri, pra Ervis Mata, që në rastin konkret është pyetur për zotin Meta, i ka kërkuar zotit Kastrioti Ismailaj një shumë për 500.000 euro për të që ky të dëshmonte në procesin që ishte hapur për Çesdian në arbitrazhin në Vjenë. Duke habitur mbi këtë kërkesë që Ervisi më bëri, e pyeta se ç'është kjo kërkesë absurde, ai më tha që 500.000 euro mi ka ofruar pala tjetër. Pra, meqense 500.000 euro ja kishte ofruar pala tjetër që ishte Çezi, ky i kërkonte Kastrioti Ismailajt 750.000 euro. Po flasim për shtetasin Ervis Mataj. Se unë refuzova kërkesën e tyre duke thënë se mund t'i vepronin si të doni. Në këtë moment kërkova takim studios, duke kërkuar takim urgjent me drejtuesin e studios. Shkova atje dhe njoftova avokatin, i kam dhënë edhe një pjesë të regjistrimit, pjesa e fundit e bisedës me Ervisin dhe Romeon. Këtë informacion avokatët e kanë parashtruar. Ndërkohë që thuhet në këtë ndërhyri, ndërkohë që gjatë kësaj bisede ka ndërhyrë shtetasi Romeo Karaj, i cili tha, paguaj 500.000 se ai jep se pala tjetër jep 750.000. Pra, kazusi në rastin konkret i çështjes Çesdia që është zoti Romeo Kara, në kazimin e tij nuk ka treguar të vërtetat, por gjatë pyetjes që është bërë apo jo me Kastrioti Ismailajt, ka dalë që si Romeo Kara edhe zoti Ervis Mataj kanë patur një qëllim i kanë kërkuar shtetasit Kastrioti Ismailaj, pra Dias, një shumën prej 500.000 eurosh për të cilën ata e kishin nxjerrë në ankan sepse pala tjetër jepte më shumë e kështu me radhë. Pra, e kemi bërë të gjithë këtë rezume hyrëse për të thënë publikut, sepse padyshim që kjo këtu është për publikun, të tjera do jenë për gjykat, për të kuptuar që kazimi penal ndaj zotit Meta është i kazim i cili i pabazuar në asnjë provë, në asnjë fakt, në asnjë dëshmi dhe në asnjë akt zyrtar, pasi vërtetohet qartë që ka qenë një kazim i stisur, një kazim i cili nuk ka patur për qëllim as për zbardhjen e ndonjë korrupsioni, po ka patur për qëllim thjesht vetëm për të penalizuar zotin Meta. Kjo ka qenë e gjithë hyrja për sa i përket të Çesdias. Çesdia, të dashur një që na ndiqni, është është kallëzuar në grup si zoti Berisha, zoti Ridan Bode, pra i gjithë mund të themi qeveria e KOS që ka lidhur e kontratën ndërmjet keshit të KOS edhe kompanisë çeke Çezit. Është shkëputur nga gjithë kjo histori, është shkëputur vetëm zoti Meta, për të cilën ju duhej edhe klaneve, jo vetëm shqiptare, po edhe të huaja, për ta penalizuar dhe për ta anatemuar më pas dhe ta nxjerrin si personit të korruptuar. I përmendëm të gjitha këto momente që në fakt nuk janë momente shumë të rëndësishme për ata që kuptojnë nga jurisprudenca, sepse kazimi i zotit Meta nuk ka qenë thjesht një kazim i personave që kanë dieni, po ka qenë një kazim i cili ka patur një prapavi politike dhe ashtu vazhdoi edhe regjistrimi penal, ashtu vazhdoi më pastaj edhe arrestimi dhe ndjekja apo akuzat e montuara prej prokurisë posaçme. Avokat, mund të flasësh. Përshëndetje, atëherë ne mbaruam seancën paraprake me gjykatëse zonjën Irena Gjoka. Edhe me të drejtë kolegu i citoj dhe i prezantoj përpara opinionit publik, por më lejoni të prezantoj besoj edhe të fundit, sepse besoj se aty jep të gjithë përmbledhjen se si plepat 1 vin plepat 2 dhe në fund fare çuditërisht shfaqen po plepat 1 në formën e plepave 2 dhe shfaqet një person i veçantë. Ju lutem regjia, shtatën, vendimi gjyqësor i gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda, që është kryesuese zonja Irena Gjoka, e cila ka konfiskuar pasuritë e zotit Kastrioti Ismailaj. Pra, zonja dhe zotri, e kuptoni qartë se është e pamundur që në një proces gjyqësor dhe penal
gjykatësi mos të shikojë dhe mos të kërkojë vetë përjashtimin ku brenda akteve ndodhet emri vet dhe aty duhet të paktën të kërkojë që të heqë dorë për shkak se ka gjykuar në të shkuarën dhe në vitin 2016 pasurinë e personit të cilët i kanë konfiskuar pasurinë. Pra, e thënë me pak fjalë, për ata që besojnë tek drejtësia e pavarur e paanshme të GKK-ja, e cila është e pastruar nga vettingu me thënjza, treguohet qartë që zonja Irena Gjoka është pothuajse te rasti zotit Berisha, zotit Mediu, tek rasti zotit Meta dhe ku ka opozitar, zonja Gjoka është relatore dhe vendos gjithmonë në disfavor të opozitarëve. Po ajo që duhet të duket e çuditshme është kjo, e lidhur nga 2011 në vazhdim, që eliminimi politik i zotit Meta nuk është thjesht një plan afat shkurtër, është një plan afat gjatë dhe kuptohet që donin ta implikonin me shumë fakte penale, pra të asaj që ne themi perceptimi, pra drejtësia perceptuese njerëzore është më rrezikshme se ajo faktike penale, por ne po paraqesim tek ju se si ata në perceptimin publik të videos së famshme të 2011-s, në rast se do të kishte i ndjeri Dritan Prifti një fakt penal kundër zotit Meta, nuk do të bënte videon ku dyshohet që ka edhe një video për zotin Dritan Prifti, por ai do të sillte si fakt penal konkret rastin Qez Dia. Por ne do na lejoni, sepse edhe minutat janë të shkurtra, ne do na lejoni që në konferencën e radhës do ju nxjerrim një material ku duket qartë me emër dhe mbiemër politikani i cili do të marri para në dorë nga kjo marrëveshje e famshme që është Qez Dia, që nuk ka lidhje fare i mbrojturi prej nesh zoti Ilir Meta. Pra, qartësi kërkoj regjin, se kjo është fotografia më e mirë dhe më e bukur, pavarësisht se tham shumë fakte të rëndësishme, se si ka mundësi që e njëjta gjykatëse të jetë edhe gjykatëse e seancës paraprake ndaj zotit Meta. Pra, i dhan seancën paraprake, i dhan mundësinë që të shkykojë dhe të gjykojë dhe të hetojë, nderuar koleg, në mënyrë të paanshëm, pavarur zonja Irena Gjoka aktet kundër zotit Meta, dhe ajo nuk tha të paktën një fjalë për sa i përket vendimit të 2016-s, ku ajo vetë është e përfshirë për shkak se ka bërë konfiskimin e pasurive të Kastriot Ismailait. Prandaj unë qëndroj në mënyrë të përmbledhur të gjitha ato që tha kolegu, për mos harroni një fakt shumë të rëndësishëm, që personi i cili ishte në kushtet e burgimit, zoti Kastriot Ismailaj, në 21/4/2022, tha qartë dhe duke qenë dhe pothuajse i kanosur nga shumë faktorë të tjerë, deklaroi që midis zotit Elvis Matajt, zotit Romeo Kara dhe ti ka pas një marrëveshje, një marrëdhënie e cila ishte edhe monetare përveç të tjerash. Pra, një person i burgosur ka mbajtur një qendrim të saktë, të qartë, dhe në fund fare dua të përsërisim edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, sepse vetë prokuroria e posaçme tek pjesa 4 ka thënë që këta kanë udhëtuar dhe në fund fare janë takuar për të negociuar se si do të mbanin qendrim në Vienë në Austri. Jemi shumë të qartë. Është procedurë politike dhe jo penale. Dhe diçka duhet të shtoj. Ju e dini që zonja Gjoka, gjyqtarja, në datën 18 mori vendim për kalimin çështjes në gjykim. Duke ditur që ajo ne ja kërkuam edhe dorëheqjen asaj, ajo me kërkuam dhe përjashtimin gjatë 7 muajve të seancës paraprake, një rast unikal ky, që një seancë paraprake e cila ligji parashikon një muaj të zgjasë 7 muaj, jo për fajin ton, kuptohet. Ajo gjithë këto 7 muaj ka qenë nën procedim penal. Pra prokuroria në muajin korrik kishte regjistruar procedimi penal ndaj saj për problemet që ajo kishte në shtetin grek, dhe të gjithë periudhën e seancës paraprake ka qenë në hetim.
Dhe ndodhi që në datën 18, pasi ajo vendosi kalimin për gjykim të çështjes zotit Meta, në fakt, për 10 minuta ajo relatoi problemet që kishte dosja, për gjithë problematika që kishte dosja, dhe i konstatoi që nuk kishte prova, ose provat nuk kishin administruar, ose duheshin pyetur, ose duheshin administruar disa letërporosie kështu me radhë, por në fakt tha që ju mund t'i gjeni këto, ti kërkoni këto edhe në themel. Ndërkohë që një javë më pas, prokuroria, zoti Dumani, që është një nga prokurorët e çështjes zotit Meta, pushon procedimi penal për zonjën Gjoka. Tani kjo është e kuptueshme, sepse nuk ka më asnjë budalla në këtë vend që mos ta kuptoj mbajtjen peng që i kanë bërë prokurorët zonjës Gjoka për 7 muaj derisa ajo të kalonte pa prova, pa fakte dhe një çështje për gjykim për zotin Meta. Kështu që kjo është drejtësia për cilën ne do vazhdojmë javën që vjen, sepse çështja e Qes Dias ka akoma materiale brenda, për të cilët edhe arsyet pse është bërë kallëzimi penal dhe arsyet pse është shtytur ky kallëzim penal, për azilet politike që janë kërkuar, për mbrojtje personale nga policia e shtetit e kështu me radhë. Po këto ne do t'i bëjmë publike në një moment tjetër. Faleminderit për sot. Faleminderit. Ishim me konferencën e përbashkët të avokatëve të zotit Meta, teksa avokati Sakrani renditi një sër faktesh dhe argumentesh për cilat tha se detajet nga dosja janë të montuara, ka dashur konkretisht që presidenti Meta të diskreditojnë për akuza dhe afera që nuk ekzistojnë. U shpreh Sakrani, Meta ka nisur nga bezdia dhe mesazhet e zonjës i drejtohen në kallëzim penal duke paraqitur përpara prokurorit Kosa Adriatik Lladha dhe kjo çështje është pushuar për shkak të amnistisë së kohës. Kallëzimi i Metës konsistonte në keqpërdorimin e keqdashjes thirrur dhe thirrjeve telefonike, është ndalur dhe tek ngjarjet e 20 janarit avokatët e presidentit Meta. Ne do shkojmë publicitet dhe rikthehemi pas